Shtylla e dytë e programit ton është rritja ekonomike. Ne do të aktivizojmë gjithë potencialin që ka Kosova ekonomik. Rritjen ekonomike e bazojmë në sektorin privat, por të mbështetur nga shteti. E bazojmë në kthimin e investimeve në vend, kthimin e buxhetit parapam për Kosovën edhe në politika fiskale të favorshme për bërjen biznes. Do t'i nxjishim bizneset tona, do t'i nxjishim biznes të reja, do t'i mbështesim gratë në biznes dhe do t'i mbështesim gratë për të gjetë vende pune, edhe asnjëherë s'kemë u ndalë me mbështet fuqizimin e gruas. Shtylla jonë e tretë, siguria, buron nga ne. Ne e bëjmë sigurinë, ne të gjithë, bashkë, krah njëri tjetrit. Institucionet tona të sigurisë, ushtria, policia, gjitha institucionet e sigurisë e bëjnë sigurinë, por ne e dim se kemi mundësi, e kemi besimin, e kemi rrugën e trasume, ashtu si kemë bo ushtrinë, muj me u antarësu në NATO. Pra, jemi alat besueshëm, do të antarësohemi në NATO.